Rikthehemi në studio, tash kemi kampionat e Kosovës në konkurrencën e femrave, ekipin Samadrezha me 2 trofejt e fituar. E falenderojmë fillimisht trajnerin Besnik Maloku që është me neve sonte, faleminderit shumë trajner. Edhe portierën Albina Plana, faleminderit shumë. A t'ja bëj një pyetje Albinës parës? Po ashtu edhe pata dëshirë. Se po du me dit, a kish besu më herët me pason që përfundon Samadrezh edhe I fiton 2 titujt kryesorë të Kosovës, a I kishe besu si tregim? Hec se kisha besu, unë hec se kum besu që me kom pjesë e Samadrezhës mas pare, e li mua me Samadrezhë mi fitu 2 trofejt ma të rëndësishme, po jam shumë e lumtur që rrugtimi jam ka pru këtë, edhe bashkë me Samadrezhën e kena arrit këtë sukses. Nuk e kisha menu, po jam e lumtur që ka ndodhë. Kur kthehesh me diskutu kur ke pranu me lutë për Samadrezhën, cili ka qenë faktori që të ka bindë, me thonë, hajt po shkaj? Ka qenë se Samadrezha unë njoftë si ekip shumoti që ka luhen ball, po jo që ka qenë kampion ose nën kampion, po e di që kanë pas një atmosferë shumë të mirë, edhe kanë qenë bashkë gjithmonë si familje, edhe mes vajzave kanë vrej gjithmonë një atmosferë shumë të mirë kur kena lu kundër tyne. Edhe ka qenë një ekip që kom mendu që ka me pas shumë sukses këtë sezon, edhe kom pas qef që me kom pjesë e këtij ekipi, po ashtu ka qenë ekip që ka qenë më I lartë se ekipi që kam qenë më herët, edhe kom dashur që me sfidu veten me diçka që është më e vështirë se ashtu më është me përparu. Ja ka vlejt trajnera? Po, është e vërtet, faleminderit edhe një herë për ftesën, ty edhe stafit atje. Po ashtu që është edhe Albina, Samadrezha është një fshat I vogël me afërsisht 200-300 shtëpi, por ka një traditë jashtëzakonisht madhe prej 1974, të është I formuar si klub. Ka pas sfida shumë, vështirësi shumë, por këto 3 vite vazhdimisht o mundu me performu sa më mirë. Gjithmonë ka qenë atje lartë, nën kampion, gjysmë finalist I kupës, por kë vet ka qenë shumë I suksesshëm për neve si ekip, pasi që arritëm ta fitojmë kupën fillimisht, pastaj edhe kampionin, që I falenderoj shumë vajzat për angazhimin që kanë pas jashtëzakonisht pa asnjë rezervë, duke pas parasysh që gjatë krejt kësaj faze na kena pas edhe lëndime shumë ta në ekip, që na kanë vështirësuar rrugën deri këtu. Por lufta e tyre, sakrifica, serioziteti I vajzave, I kryesis, edhe I krejt fshatit ka bërë që na sot t'i kem këto 2 kupa këtu. A është historike në një fitimi këtyne 2 trofejve më radhë në një sezoni për Samadrezhën, edhe 2, a mund ta quajmë këtë si një rrëfim në pralla për këtë sukses edhe për këtë rrugtim? Nga një fshat I vogël me arrit 2 trofejt kryesor me dominu handballin e femrave. Po kupa, Samadrezha kupën se ka fitu asnjëherë. Do me thonë është hera e parë që ka fitu kupën, desa kampion ka qenë, por që 20 vite, aty e lexova edhe në historik, nuk e ka fitu kampionin. Kjo është një histori e suksesit që po thotë si pralla, për arsye se është një fshat I vogël, po e ka një zemër jashtëzakonisht madhe sepse krejt edhe atë në finale, o ka një atmosferë shumë e mirë. I madhe I vogël ka qenë palestër, jo vetëm nga fshati, po nga krejt Kosova kanarë, sepse atmosfera ka qenë për shembullore. Edhe pse edhe rival që kena pas, domethënë edhe Shqiponia, edhe Istogu, edhe Ferizaj, edhe ekipe tjera kanë treguar një performancë shkëlqyer, por Samadrezha si vjet, duke pas parasysh angazhimin e vajzave, të kryesisë të fshatit, kena arritur që këto 2 kupa mi pru edhe si histori suksesi, po edhe si prallë një farforme. Albin, a e ke ndjen ngrohtësinë e tifozëve gjatë kësaj periudhe sa jetë Samadrezha, edhe a mundemi me I thonë realisht si një fshat që jeton me handballin? Po, unë pse jam shku Samadrezh, e kum pas një pritje shumë të mirë, si pilotërëve prej stafit, po ashtu edhe prej krejt fshatit, ata këtë kanë pas një traditë në bollet, edhe këtë kanë ditë se çfarë është handbolli, çu luhet handbolli, edhe në çdo lojë kena pas ofër, çdo lojë ka qenë salla e mbushur edhe të jap maksimumin që më na mbështet neve. Unë kisha thënë që Samadrezha I ka merituar shumë këto 2 ekipe, këto 2 trofe, jo vetëm për neve, po edhe për këtë fshatin, sepse kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj neve, edhe për çdo sen që kena pas nevojë, ata kanë qenë gjithmonë ofër neve në sallë, edhe atmosfera sidomos finale ka qenë shumë e mirë, kena pas përkraje maksimale, edhe na kanë ndihmuar shumë që me jap edhe më shumë maksimumin që me fitu. Jo janë.
Trajneri tha Albina kur pranon gol tha nervozohet shumë. E vërtet. Është e vërtet. Me kam për tjerë është pak punë e vështirë se je linja e fundit e mbrojtjes, domethënë se çai gol që hen, domethënë ka hi përveç teje, ka hi gol, domethënë ti ke qenë në fundit atë, edhe unë e marr pak më shumë emocion sa që çdo lojë, edhe kam qejf që çdo lojë më jap maksimumin tim, edhe me e çu ekipin drejt fitores. Edhe është e vërtetë që bëna pak nervoz. Po ajo është emocioni i lojës, edhe unë veç kam qejf që gjithmonë më jap maksimumin edhe gjithmonë me kanë ekipi jam fitues. Ato jam mundu me bë këtë sezonën gjatë Madrigjes, dhe jam falendërues shumë për mundësinë që më ka japë trajneri edhe Kate Sofi që më ka pjesë, po ashtu edhe vajzave, po pak nervoz bona, po më ka lënë. Ama më rrimin në pikë ku kjo nervoza ata ne kthehet motivim se në çet formë përmirëson edhe vetë. Po shumë është e vërtetë, sepse nëse ti nuk e ke një lloj inati mes vetë nëse merr një gol ose nëse nuk e ke atë mendimin që topin tjetër du me mbrojt, se du me përmirësu gabimet që ku mba, atëherë ajo nuk besoj që është një mendim, domethënë që do të më pas një portier ose një lojtar. Unë e kam çdo sen, domethënë munduna çdo herë me kanë më mirë se herën e kalume, edhe çaja unë ka pru deri këtë sot. Një fakt shumë interesant ka trajner që pas 2 ndeshjeve të para ku nuk keni startu mirë, ke qenë gjendje me liru rrugën edhe me i dhënë mundësinë dikujt tjetër me udhëheq klubin. Po realisht na kena pas 2 ndeshje të vështira, domethënë ndeshjen e parë dhe ndeshjen e dytë, sidomos ajo në shtëpi. Sidomos ajo në shtëpi, që nuk e ka prit kurkush që na psojmë humbje sepse nuk kena pas asnjë humbje deri atëherë, asnjë humbje. Këtë kampionatin edhe garat për kupë s'kena pas asnjë humbje, edhe kena fitu ben shumë. Atë ditë, domethënë nuk ka qenë dita ime edhe vajza në përgjithësi që ndodh në sport, edhe kur hub, edhe është humbja e parë, atëherë rreziku për ekipin është shumë i madh, sepse motivisht bin edhe nuk mundet më ngrit ekipi. Por pasni që është edhe ti, u mundova me vajza, kena marrë një takim, kena analizuar shumë gjëra, edhe jena bind që na jem kampion, edhe do të më kthyemi fitu të gjitha ndeshjet. Unë kam ofruar dorëheqje, me kom dërguar një mesazh te kryetari që falenderoj kryetarin shumë që ka dhënë një kontribut shumë të madh për neve, për të gjithë, domethënë duke u nis prej detaje më të vogla deri te ato maksimale. Që mos më mungu asgjë që na të jem kampion. Por unë vazhdova prap edhe vajzat i falenderoj shumë që kanë dhënë një kontribut shumë të madh që na mu kthy. Kena fituar ndeshjen e 3 në Gjakov, pastaj ndeshjen e 4 e kena fituar në, po më thonë ndeshjen e 3 e kena fituar në Samadrejë, ndeshjen e 4 kena fituar në Gjakov. Edhe është bërë shumë interesant që ndeshja e fundit ose ndeshja e 5 jetë prap aty ku e ka vendin Samadrejë, edhe u ka një atmosferë fantastike që do të bëhet mend gjatë, edhe është më emocion me fitu 2-3 se sa me fitu 3-0, kështu që nëse trohun atë zemrat ka qenë shumë emocionet, ka qenë shumë. Unë për Albinën dhe për gjitha vajzat, Albina është një portier jashtëzakonisht e mirë. Është me perspektivë shumë e re, edhe besoj që ka me pas një talme shumë të mirë. Në ekip na kem lojtare të mira, kem lojtare të reja, kem lojtare të prestacionit, siç është Albina, është Aurona, është Aulona, Ola, janë disa lojtare të prestacionit Kosovës të cilat kam pas një barë, edhe besoj që të ardhmen kam ju dhënë në rasti edhe më shumë me tregu veten, sepse janë edhe në moshë pak më të reja. Por unë du me falenderu krejt fshatin, do me thonë që na ka nejt afer, e sidomos kryesin e klubit, në krye me kryetarin Besnik Basholli, që nuk është ndalë asnjëherë, që neve më nejt gati, duke u nis prej pagave deri te detajet tjera që pas i kanë vajzat. Edhe një falenderim për Albina për fizioterapeutin ton, Erditin, i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh, sepse na kena pas lëndime shumë gjatë fazës të garave. Unë të thash që e kem një parket në një gumë e cila për na krijon vështirësi shumë vështirësi në lëndime, sepse nuk ka amortizim, është gumë, është e fortë, edhe kem nevojë me investu në palestër, pasi që na jemi edhe kampion edhe fitues i kupes, edhe ky fshat e meriton që fokusi me qenë te palestra që na më rri sa më lart, edhe si infrastruktura në rregull. Pretendojmë që me marr pjesë nga gara evropiane që ndoshta edhe me prunë rezultate edhe nga atje. Pyetjem, po do më bëni pyetje për të dytë. Kur ka ardhur ndeshja e fundit,
a keni pas dilema që munden edhe mos m'ia dalë? Na kemi fillu pak jo shumë mirë kampionatin, po është besoj më e rëndësishme është se si përfundon kampionati. Shumë e vështirë ka qenë për ne loja e tretë, që ose kam e vazhdu seria ose kam përfundu atë. Kena me motivim të jashtëzakonshëm, edhe kur kena fitu lojën e tretë, edhe ka qenë seria 2-1, e kena pas shumë një motivim ekstra dhe kena menduar që kena me fitu. Unë për veti kom mendu për lojës parë që kam e fitu, edhe pse kena hub 2 lojë, e kom pas atë mendim se qatë ndjesi edhe mundin që kena botën sezonin nuk kom besu që kam na shku dëm, edhe nuk na ka shku. Edhe ka qenë shumë e vështirë loja e fundit, po na kena fillu shumë mirë edhe të në lojë kena dominu, që ka dominu edhe këtë kampionatin, edhe besoj që mundi që e kena bërë gjatë të sezonës u vrejt në lojën e fundit, edhe kena jap këtë vajzat maksimumin që me pru rezultatin edhe me pru kupën dhe Madrid. A ke pas dilema, trajner? A ka ndalë për pyetjet? Realisht po. Se është një ndeshje ku vendosh gjithçka. Është një ndeshje shpeshherë trajneri menon shumë gjëra. Po. Lëndimi nuk është dita e vajzave. Realisht ato i kom pas në mendjen time, edhe pse presioni ka qenë i madh. Presioni ka qenë i madh me hub ndeshjen finale para publikut tonë është për një trajner shumë. Por e kom pa në fytyrën e vajzave, unë ju kom thonë edhe ndeshjen gjysmë finale, do me thonë ndeshjen e 4, vajza ju fiton e këta, unë e fitoj finale. Na vëtin, edhe kështu ka qenë edhe për kup. Unë ju fiton e këta, finale e madhi mua. Edhe kena rrit. Unë vetë kom vrej që emocionet ka qenë emocionet jo veç të klubi, po menoj të vajzat e unë si trener, por të krejt stafi ka pas emocion. Po të se është situatë psikologjikisht ma e vështirë se normal. Shumë e vështirë, edhe duke pas parasysh që 2 lojë kena hup edhe ndjenja humbjes ka qenë prezente. Shqiponia na ka mujtë në Samadrej 22-23, edhe ato duke mendu e ka shtu dozën e frikës, por motivimi, dëshira për me mu bë kampion ka qenë shumë e madhe edhe e arrit. Po dhe Shqiponia ka qenë një kundërshtar shumë i mirë për neve. Na ka sfidu me të vërtet, na kena pas asnjë humbje më herët në kampionatin për kupë, edhe kanë qenë 2 humbjet e para që kena pas. Pikërisht kundër tyre. Po, pikërisht, edhe kanë qenë një kundërshtar shumë i mirë, edhe besoj që ka qenë shumë e duhur që na me ndo parketin në lojë finale bashkë me Shqiponian, sepse ato kanë luftuar dhe kanë jep maksimumin. Po në fond normal që do të me fitu dikosh, edhe me lumtur që ata kena qenë ne. Sa është e vështirë, sa duhet për kushtim me kompletu një sezon si kjo kur i fiton 2 trofejt kryesor. Besoj duhet ma shumë se 100% për me arrit këto. Po, ka qenë ma shumë se 100% shumë, besoj se çdo stërvitje ka qenë fokusi, du me kanë fokusi 100%, për mu përgadit për këto ndeshje, edhe tash që ka përfundu, normal që duhet edhe ma shumë kena ma shumë përgjithësi, sepse tash jemi një kampion, jemi fitu skupës edhe pritet ma shumë prej neve, sa që është prit ma herët. Ju sfidojnë ma shumë besa. Normal që tash kemi ma shumë sfida edhe kena ma shumë përgjithësi që me vazhdu këtë tempo edhe me mbajt, sepse është e vështirë që me mbajt një gjë mirë nalt, edhe besoj që tash kena ma shumë përgjithësi edhe me punu shumë ma shumë që me mbajt këtë standard që kemi qitë tash na. Trajner, a do shte me thonë diçka? Jo, ato i thatë gjitha realisht, atëherë që thonë me bo është vështirë, por me bo është letë, por me mbajt është vështirë. Këtë epitet është shumë vështirë, ka me qenë vështirë për neve, është e vërtet, por që shtë edhe të në fillim, se cili njeri që na shë, do me thonë na përgëzën, do me thonë duke u nisë për fshati, qyteti, kolegë, shokë, të gjithë, se është një historie shumë e madhe, sepse një fshat, do me thonë një vogël, me shumë vështërsi ka arrit që me pru lejtare shumë mira prej vendeve të ndryshme, e që me fitu të 2 kupat, e mendojmë që edhe Superkupën kena me fitu në kismet që mbatë shtator, na mendojmë u përgatit për vitin e ardhshëm, mendojmë për kupën, do me thonë Superkupën edhe për garat evropiane që besoj që kena me tregu një performancë mirë. Në fakt, kjo është një motivim edhe për rajonet tjera të Kosovës, sa do të vogla që janë që gjithçka është e mundur. Po mundet edhe prej një fshati, një ekip me organizim të mirë, me mund, me sakrificë edhe arrin. Te garat evropiane, sa këmëdasht ndërhyrja, a keni planifiku ndryshimet në ekip? Besoj që tash kalon një nivel edhe më nalt. Me kundërshtar më të vështirë. Realisht na jem në vazën e parë,
në shorti mundet më najra ma i letë nëse që ka qenë vitin e kaluar, sepse kena qenë nën kampion. Ju jeni bartë tash. Tash na jem në vazë ma lartë. Është mbete na të zgjedhëm cilat gara po dojmë me marr pjesë, apo në kupë, apo në garat që janë në rangut ma tëlt, por na do të me mba përforcime, realisht, sepse në lejtare që kena pas të reprezentacionit kupës, ajo veç që largohet, do me thonë këtë veç shkon në Itali, ka në shkur një kontrat, edhe tash do ta shikojmë tregun ku mund na gjetë një zavendësim, edhe që duhet me qenë kogja nivel për me përforcu ekipin. Edhe 2-3 përforcime ku kem nevojë që na t'jem bëjmë gara tamam siç duhet, edhe të paktën tregojmë se edhe në Kosovë ka handball, edhe mundet më fitu edhe ndeshje ndërkombëtare. Na vitin e kaluar kena luajtur me PAOK-un, kanë qenë 2 lojë shumë të mira, domethënë nuk kena humb me rezultat shumë të madh, por kena treguar që kem karakter, edhe pse kena pas mungesa shumë në disa reporte, kështu në disa vija të lojës. Besoj pjesëmarrja në garat evropiane tash Albin e bën edhe më të rëndësishme edhe për handballistët, për faktin që është përvojë tjetër për dallim nga kampionati i Kosovës me nivel të ekipeve më të organizuar se sa që ndoshta garojmë këtu. Po edhe përgatitja do me ka normal shumë e fortë, për garat evropiane duhet me përgatit shumë a shumë, sepse kena me lu kundër ekipeve që nuk na bjen me undesh të sezonit me to, edhe normal që janë nivel më i lartë, edhe na do me punu shumë a shumë që me mujt me arrit pak a shumë atë nivel, edhe besoj që si ta trajnerë edhe me përforcime aty ku kemi nevojë, ku kemi ndaj mungesë, edhe bashkë me vazhda duke ushtru me servitje, besoj që kena pas një paraqitje të mirë. I vetmi pen kur jemi tash ka fundi besoj mbetet palestra, pasi nëse merrni pjesë në garat evropiane do të ishte mirë edhe për Samadrejën që ndeshjet ndërkombëtare me u zhvillu aty, por nuk e dija në këto kushte ka gjasa me u zhvillu. Besoj që institucionet kanë kthy kokën kana, edhe kryetari i komunës, edhe besoj edhe nga ministria do të më fokusu, sepse nuk është një shpenzim shumë i madh që të rregullohet parketi, edhe disa detaje tjera. Palestra është një palestër shumë e mirë edhe për një atmosferë bëhet tamam më kënaq me ardhmë. E meriton pak në Samadrejë ekipin vetëm me panë në tyne. Unë thash edhe njerë mos të bëna i tepër pej 1974 se ekziston si klub. Domethënë halla jam tash është penzion, ka luajë handball. Domethënë vetë pas viti ka prodhu talenta dhe s'është dal asnjëherë, edhe pse ka qenë shumë vështirë. Mu më kujtohet finalja e kupës Prishtina-Samadrejja pak para luftën është majt në ngërmi që s'kena posa drejt me shkune për palestra. Kena lu edhe çfarë atmosfere ka qenë në ngërmi, finalje Prishtina-Samadrejja. Prej atëherë moj men Samadrejën që gjithmonë ka luftu për një titull ose diçka, e na arritëm tani. Unë menoj që është mirë sepse ka nevojë Samadrejja për me rregullu. Samadrejja nuk do të ndalet, premtimet e kryetarit edhe kryesisë janë që mos më ndalë edhe me arrit sa më lart handballin Samadrejë, me pru lejtarë të nivelit botëror edhe evropian që në më mujt me tregu që edhe në Kosovë vinë me lu lejtarë të kalibrit të lartë. Ju falenderoj të dyve për kohën shumë. Nuk e di na do të më shtu edhe diçka. Vetë dasham të thonë që unë si lojtare dhe tjera është shumë e rëndësishme pjesa e infrastrukturës, edhe besoj që tash me suksese do të më prioritizu më shumë ekipi i Samadrejës me çdo sende kushte që janë ndoshta edhe shumë primore se shumë thjeshta për ne, sepse kushtet e tjera janë gjithçka plotësuar prej kryesisë, gjithçka, domethënë kemi fokus vetëm lojën, nuk kemi ujë me sa të tjera dhe besoj që edhe që kjo me u rregullu ka më qenë shumë e rëndësishme për neve edhe kam na ndihmuar shumë edhe servitje po ashtu edhe loja. Ju falenderoj të dyve për kohën dhe ju uroj shumë sukses edhe në pjesën e Superkupës, po edhe në garat evropiane që i keni përpara. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë.